Cilat janë kushtet që duhet i plotësoj kafsha e kurbanit? Për kurban lejohen shtazet e trasha dhe të imta, apo kafshat e trasha dhe të imta. Të imta janë delet dhe dhit futen në një grup, ndërsa të trasha janë loptë, devet, po edhe bollicat futen me to bashkë me lop. Tjerat shtazë, bagëti nuk lejohet, nuk pranohen për kurbanve. Kushtet e cilat duhet të plotësoj kafsha për të therrë për kurban apo për të qenë e vlefshëm për kurban, është kryesorja për nga mosha. Kryesorja është mosha e tyne. Pra përpas llojit që tham pak më herë, pak më lart, është kusht gjithashtu edhe mosha. Tek devet 5 vite, që ne s'kem punë me deve këto trojet tona, tek lopët dhe baullicat 2 vite e më shumë, lopa nuk bënin pas më pak se 2 vite. Shtazet e imta, delja dhe dhia, delet dhe dhit, nuk bën me qenë më të vogla se sa 1 vjet, pa 1 vjeçare e më shumë. Përjashtim bën dashi nëse është më shumë se 6 muaj, pra më pak se 1 vit, por më shumë se 6 muaj, ama është i rritur i zhvilluar, sa që kur të përzihet me delet e tjera dhe dasht e tjerë që janë 1 vjeçare, nuk dallohet prej tyne, po lejohet edhe kjo. Është më rëndësi edhe për nga shëndeti i saj, respektivisht mos me pas të meta ajo kafsh. Të metat kryesore të cilat e pengojnë në shtazën që të jetë kurban janë 4, mbani mend. Të metat kryesore të cilat e ndalojnë, e pengojnë një shtazë që të jetë kurban për nga trupi i saj, jo për nga mosha, për nga trupi i sajna, të metat e sajna janë 4. E para, që mos të jetë e verbër me njërin apo me dysyt. E dyta, mos të jetë që çalan, s'mundet me hec, çalan, nuk mundet me hec. Kjo nuk mundet me hec, ndoshta hec me vështirësi, por nuk mundet me shku mbas tjerave shtazë bakti, nuk mundet, kanë thënë edhe nëse don me çu deri në vend therrje, ta za me marr pe shtallë, se me çu në dikun ka borr atje, nuk mundet me ec ajo, sepse ka problem të madh në kam. Edhe kjo nuk bën. 2. Në 3, mos me qenë e smur shtaza. Smundje e cila mund t'ja helmoj mishin. Dhe e meta e 4, mos me qenë e dopt, e lodht, e pa mish, s'ka mish, veç eshnat. Kur ta shohësh e vren se ja numëron brit, krejt ja numëron brit. I duken krejt eshtrat. Kjo nuk bën për kurban nga se s'pa afron te Allahu kur gjoti. Do të me humbur fukarat meshe. Çka po hajnë këtu? Kur gjë veç eshtrat. Pra 4 meta kryesore mbani mend, nuk bën me pas një shtazë. Një prej tyre nëse ka, ajo del pe listës dhe nuk bën të jetë kurban. Mos jetë e verbër me njërin apo dysyt, mos jetë që çalan, nuk mundet me hec apo me zor, ose mira shtage me dhunë, ndoshta 200 rata hec, por nuk mundet me hec, apo jest tepër me vështirësi. Në 3 mos me qenë e smur dhe në 4 mos me qenë e lodht, e pa mish fare, s'ka mish, ka veç eshna. Të metat e tjera janë sekundare, këto 4 meta janë konsensus mes 4 medhhebeve, sepse ka ardhur hadithi për këto të 4-tat. Ndërsa të metat e tjera, jo bishtin mos me pas shkurtuar, jo me bën me pas një pjesë, s'bën me pas ma shumë se gjysën, jo brinin mos me pas ma shumë se gjysën të prem, nëse ka ma pak bën, nëse ka ma shumë nuk bën, po ashtu edhe veshjene. Këto janë të meta të cilat fukahat, juristët islam, mes 4 medhhebeve kanë divergjenca mes tyne. Nuk janë të pajtimit të gjithë në një mendim, nuk janë të një mendimi. Ndërsa për këto 4 meta që i ceka me lartë janë të një mendimi, andaj këto fokusoheni. Të tjerat mund të tolerohen herë.